Në organizim të klubit të biznesit Gjermani Maqedoni e Veriut në ambasadën e Maqedonisë së Veriut në Berlin, u mbajt një panel me temë mundësitë për investime të huaja në Maqedoninë e Veriut. Gafar Vejseli, kryetari i klubit të biznesit Gjermani Maqedoni, thotë se klubi i biznesit është krijuar me të vetmin qëllim që jo vetëm diaspora, por edhe investitorët gjerman të investojnë në Maqedoni. Ai shprehet se pasi që janë në kontakt me bizneset gjermane dhe mendojnë se në bashkëpunim me autoritetet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, kjo iniciativë të ketë suksese konkrete me më shumë investitorë gjerman në Maqedoni. Ideja lindi që të kemi një mundësi hapësirë bashkëpunimi mes Gjermanisë dhe Maqedonisë. Si fillim ishte kjo ide. Andaj nisi edhe kjo ide që të kemi mundësi që t'i thasim edhe kompani gjermane, nga që ishmi në kontakt me odat ekonomike gjermane këtu edhe me bizneset gjermane këtu. Dhe patëm hapësirë dhe mundësi dhe menduam që ta shfrytëzojmë këtë mundësi që na jepet këtu në Gjermani, edhe menduam që në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme që ta kemi mundësi të bëjmë një panel diskutimi këtu në Berlin. Po, si zakonisht me vendet e rajonit, Republika e Maqedonisë është disi më e mirë, është edhe funksionon disi më mirë. Domethënë edhe zonat ekonomike, po edhe në pjesë tjera. Është shumë më mirë, domethënë. Jemi tash në vitin e parë, antar kemi mirë, po nuk është ndoshta i mjaftueshëm, ndonëse duhet edhe më tepër të punohet në këtë drejtim. Po besoj se në vitet e ardhshme do kemi edhe më tepër, por nuk ka qenë qëllimi që të bëjmë një numër, ka qenë qëllimi që të kemi një mundësi, hapësirë, punimi dhe bashkëpunimi me kompani gjermane. Nga që jemi në Gjermani dhe janë tanë institucione gjermane këtu në Berlin, ka qenë edhe ideja më tepër që të bashkëpunim me kompani gjermane. Po, në vijim, me siguri do kemi, se nga që kemi edhe antar në Hamburg edhe në vendet e Republika tjera të Gjermanisë. Ndërkaq, Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi është shprehur se Gjermania mbetet një nga partnerët kryesor më të rëndësishëm ekonomik të vendit tonë. Durmishi përmendi mbështetjen financiare që do të fillojë së shpejti dhe do të stimulojë investime cilësore duke hapur vende të reja pune. Në kuadër të resorit cilën menaxhoj unë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Punës, pas vitit të ri me ndryshimet ligjore të cilat u bën me 5 gusht, pas vitit të ri do të nisë funksionimi dhe aplikimi apo do të nisë të shfrytëzohet ligji për përkraje financiare të investitorëve, ku edhe aplikimi edhe përkraje financiare gjithë procesin nga fillimi deri në fund do të menaxhohet dhe do të udhëhiqet nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës. Unë pata mundësinë që edhe për këtë ligj të informoj të gjithë komunitetin e biznesit apo dhomën e tregtarëve të biznesmenëve shqiptar, po edhe atyre gjerman këtu në Gjermani dhe më konkretisht në Berlin, që pas vitit të ri dyert e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës do të jenë të hapura për ata që të investojnë në Maqedoninë të Veriut. Qëllimi jonë është që numri i papunësisë, përqindja e papunësisë të ulet më poshtë se 10%. Deri më tani, domethënë, kemi arritur nga viti që shkoi mbi 2% të ulim përqindjen e papunësisë. Do të punojmë në këtë drejtim dhe në anën tjetër investimet apo përkrajen financiare të cilën ne e bëjmë është që ato kompanitë të cilët do të investojnë të rrisin kapacitetin e tyre, të hapin më shumë vende pune dhe normalisht që të ulin edhe numrin e papunësisë në vendin tonë. Ambasadori i Maqedonisë së Veriut në Gjermani, Ylber Sela, është shprehur se këto takime janë të rëndësishme për të krijuar mundësi që sa më shumë biznesmen nga Gjermania të investojnë në Maqedoninë e Veriut. Interesi i kompanive gjermane është shumë i madh në Maqedoni dhe Gjermania është një partner shumë i rëndësishëm i joni, edhe në sferën ekonomike dhe bashkëpunimit tregtar. Dhe për këtë arsye unë si ambasador në bashkëpunim me klubin e biznesit Gjermani Maqedoni e Veriut, menduam që të organizojmë një takim të tillë, të sotshëm, që të thirrim kompanitë që janë në Maqedoni ose që kanë interes për të investuar në Maqedoni, që drejt për së drejti, qoftë me pranishëm 2 ministrat të cilët ja dhanë rëndësinë e këtij eventi, Ministri i Ekonomisë dhe Ministri për çështje evropiane, dhe si ashtu është përfaqësuesi nga Ministria e Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme dhe drejtori i zonave ekonomike të lira në Maqedoni, si dhe ish guvernatorja, dhe përfaqësuesja e kompanive gjermane në Shkup. Të gjithë sot dham kontributin tonë që ta promovojmë sa më mirë
vendin tonë, që të ofrojmë për sa afërmi, të njoftojmë kompanitë gjermane, se si e kanë mundësit për të investuar dhe klima, për investimet huaja në Maqedoni. Dhe si që patë edhe ju, interesi ishte shumë i madh dhe unë sot jam shumë i lumtur, pasi përfaqësoj Republikën e Maqedonisë së Veriut tu në Republikën Federale të Gjermanisë dhe takimit të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, sepse është interesi jon, shtetit dhe i ekonomisë së. Në kuadër të kësaj ngjarje, fjalë përshëndetse mbajti edhe ish-ministri i çështjeve evropiane Orhan Murtezani. Në takim kishte edhe biznesmen gjerman, të cilët u interesuan për klimën e biznesit dhe mundësitë që të investojnë në vendin tonë. Сакаме да направиме да изградиме еден мост на пријателство, мост на бизнис, што може да функционира и во Македонија и во Германија. Dëshirojmë që të bëjmë një urë miqësie, një urë për bashkëpunim të bizneseve, që do të mund të funksionojë edhe në Maqedoni, edhe në Gjermani. Po ashtu presim që shumë investitorë të kthehen në vendlindje dhe të investojnë si në energjetik, në ndërtimtari, në infrastrukturë dhe segmente tjera të ekonomisë. Dhe do të jemi të kënaqur nëse për shkurt kohë arrim që këto aktivitete t'i realizojmë edhe në praktik. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin dhe për krahjen që japin klubit të biznesit, tha Dragan Ilievski, nënkryetari i klubit të biznesit. Paneli i bashkoi emra të rëndësishëm nga sektorët ekonomik dhe institucional, duke përfshirë drejtorin e zonës së lirë ekonomike Goce Dimovski, ish-guvernatoren e Bankës Popullore Anita Angelovska-Bezhoska, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme dhe delegacionin gjerman për industri për rajonin. Ky organizim tregoi se shqiptarët e diasporës, krahas asaj që e mbajnë gjallë ekonominë e vendit, interesohen që edhe të sjellin investitorë të huaj në vendin tonë.